Ashtu si në të gjithë vendin edhe në Lushnjë ka nisur aplikimi për skemat mbështetëse në bujqësi. Edhe pse ky aplikim bëhet online në ditët e para të procesit, shumë fermerë janë paraqitur në zyrat e Agjencisë Rajonale të Bujqësisë, si dhe tek Agropika ose dritaria e fermerit. Shumica prej tyre aplikojnë për të disatën herë, kryesisht në skemën e naftës për bujqësinë. Në lidhje me dokumentacionin e këtij viti, fermerët duhet të kenë edhe fragmente të hartës, si dhe faturë të pesticideve apo farave të blera me qëllim që të vërtetohet që fermeri punon tokën. Për skemën e naftës dhe të bletarisë. Për këto dyja po aplikoj sot. U interesova për ato që kam, grurin, ullishten dhe vreshtin. Këto kam unë në tokën time. Jam i kënaqur me këtë punë që bëra. Vajtëm s'na vonuan, mbaruan punë. Për bujqësinë pra kemi marrë ndihmë për bujqësinë, për naftën që kemi marrë çdo vit, ama edhe sot. Aplikimet për të përfituar nga skema e subvencioneve zgjasin deri në 30 maj. Për herë të parë në skem është edhe mbështetja jo vetëm për çdo krerë lop, por edhe për gjedhët.